ka qenë me vërtet një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në atë kohë për Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, por edhe për mua personalisht, duke qenë se gjatë asaj periudhe kam qenë komandanti i batalionit parë brigadës 153, që operante në kuadër të zonës operative të Gollakut, të Llapit në pjesën e Gollakut, dhe aty kishte qenë realisht e pritshme që do të ndodhte një intervenim i NATO-s, po thënë të drejtën ne nuk e presnim që do të ndodhte bashkë në atë mënyrë që ta përjetonim vetë pikërisht bombardimin e NATO-s, u dëgjuan gjithë ato shpërthimet prej bombave të aeroplanëve të NATO-s dhe normalisht që krijoi një konfuzion të forcat ushtarake serbe, të cilat ishin të pozicionuara kundër nesh përgjatë gjithë zonës operative të Llapit. Më saktësisht shumica e atyre trupave u tërhoqën, sidomos makineria e rëndë, tanket, artilleria, për të vazhduar normal në ditët në vejmë luftimet me këmbësori. Mirë po, për ne ka qenë jashtëzakonisht emocionues ajo në mbrëmje e 24. A keni ndonjë moment që kujtoni nga ajo kohë ende? Po patjetër, gjitha momentet janë të... Ke qenë me bashkëluftëtarë aty? Po, kam qenë edhe me bashkëluftëtarët, edhe me bashkëshortën, cila ka qenë gjithashtu bashkëluftëtare imja, Arbëria, sot e kam bashkëshorte, po edhe me bashkëluftëtarët të tjerë dhe më kujtohet që dëmon ato shpërthimet e raketave të NATO-s, i dëgjuam në bazën tonë ku ishim të vendosur, dolëm jashtë, thjesht nuk dinim që të bënim, për shkak që ishte edhe për ne diçka e përjetuar për herë të parë. Normalisht që ishte në momente jashtëzakonisht të mëdha gëzimi, sepse ne po na ndihmonte ky bombardim për të vazhduar luftën, por ne kishim dihet shumë mungesa, sidomos në armatimet e rënda, në aspektin e artillerisë. Edhe në municion. Edhe në municion, në gjitha dhe ajo natë ishte shënimi i vazhdimësisë së luftës për çlirim fakt. Ajo vetëm e determinoi përfundimin e luftës, pra bombardimi i NATO-s me 24 shtator, përveç tjerash ishte element që tregonte që lufta për liri e popullit të Kosovës, e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, patjetër që do të kulmonte me lirinë e vendit, dhe bashkë me aleatët që besoj që as nuk ishte menduar vite para asaj kohe që shqiptarët e Kosovës, bashkë me aleatët e NATO-s do të luftonin kundër ushtrisë serbe për çlirimin e Kosovës, por u arrit fal luftës së drejtë të pastër të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, angazhimit gjithë luftëtarëve të UÇK-s për ta bërë një luftë pastër dhe të pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare.